Nga Gjermania vinë sot disa lajme të mira. Sindikatat dhe përfaqësuesit e landeve të Gjermanisë kanë rënë dakord për rritjen e rrogave të rreth 900.000 punonjësve në kopshte, në spitalet universitare dhe në shërbimet publike. E lajmi tjetër i mirë është që në kopshte, në spitale dhe shërbimet publike më nuk do të ketë greva, siç e kemi parë ditët e fundit, të paktën për një kohë të gjatë. Por para se t'ju informoj me shifrat konkrete për rritjen e rrogave dhe për afatet kur do të rriten këto rroga, ju kujtoj se sponsori ynë, Agjencia e Udhëtimeve Reisebüro Prishtina, ofron bileta me kushte optimale për udhëtime në vendlindje dhe nga vendlindja natyrisht. Nëse jeni të interesuar për ndonjë udhëtim, shikoni linkun www.flyrbp.com, që do të postoj edhe në video dhe mund të bleni apo të rezervoni biletat me çmime optimale. E nëse shkruani edhe kodin Bakricani, pra emrin dhe mbiemrin tim bashk, do të keni edhe një lirim për çdo biletë. Biletat mund t'i rezervoni natyrisht edhe në numrat e telefonit që do të postoj këtu poshtë në video, por të shohim tani sa janë rritur rrogat në shërbimet publike dhe kur do të rriten ato, sepse do të rriten në 3 faza. Sindikatat dhe përfaqësuesit e landeve kanë rënë dakord që rrogat e rreth 900.000 punonjësve në shërbimet publike të rriten për 5-8% dhe atë në 3 faza. Kjo marrëveshje kolektive vlen për të gjitha landet e Gjermanisë përveç landit Hessen, i cili ka marrëveshjet e veta të veçanta me punonjësit dhe nuk ka qenë në këto negociata. Rritja e parë e rrogave në vlerë prej 2.8% do të bëhet me 1 prill 2026. Rritja e dytë prej 2% është planifikuar për 1 mars 2027, ndërsa rritja e tretë vjen me 1 janar 2028. Gradualisht do të rriten edhe rrogat e stafit të ri në këto shërbime, si dhe pagesat për punën në turne. Flitet edhe për shifra të tjera, por me rëndësi është që të them që marrëveshja me sindikatave dhe landeve për punonjësit në shërbimet publike është arritur përfundimisht dhe se më nuk do të ketë greva në këto shërbime. Pra nuk do të kemi asnjë problem. Por më e mira është që ata do të marrin paga më të larta dhe do të përmirësojnë edhe kushtet e punës, e me siguri që kjo ndikon edhe në jetën e tyre. Sindikatat kanë kërkuar rritje të rrogave prej 7%, por në negociata gjithmonë arrihet ndonjë kompromis e sindikatat janë të kënaqura, siç thonë ato, me marrëveshjen që rrogat të rriten me 5-8% në 3 faza. Kto janë miq të dashur të dhënat e fundit për rritjen e rrogave në këto shërbime. E pasi që besoj se ka edhe shumë shqiptarë që punojnë atje, nuk do të ishte keq nëse doni të shpërndani këtë video dhe mos harroni të abonoheni në kanalet e mia, sepse kështu ju vijnë informacionet në kohën e duhur. Ndërsa unë ju falenderoj shumë që jeni me mua dhe miropafshim shpejt me lajmet e tjera.